15 maj 1937, ndorojet në moshën 72 vjeçare, konti Philip Snowden. Snowden ishte një politikan britanik, një folës i fuqishëm. Ai u bë i njohur në qarqet sindikale për denoncimin e kapitalizmit si jo etik dhe për premtimin e tij për një utopi socialiste. Ai ishte kancelari i parë i punës në thesarin britanik, një pozicion që e mbajti në vitin 1922 dhe sërish midis viteve 1929 dhe 1931. Ai u pasua në detyrën e kancelarit nga Neville Chamberlain. 15 maj 1945, gjatë fundit të luftës së dytë botërore, u zhvillua betejë e Poljanas. Ky ishte dy luftimi i fundit në Evropë midis forcave partizane jugosllave, të mbështetura nga latët, pranë Prevaljes në Sloveni. Gjatë kësaj betejë humbën jetën rreth 500 persona nga të dyja palët. Ajo ndodhi pas dorëzimit zyrtar të Gjermanisë naziste para aleatëve me 8 maj të po atij viti. 15 maj 2010, Jessica Watson u bë personi i parë që lundroi pa ndalesë dhe pa u shoqëruar për rreth botës. Ajo u kthye në Sydney më 15 maj 2010, 3 ditë para ditëlindjes së saj të 17. Megjithëse udhëtimi ishte përfundimisht më i shkurtër se 22.000 milje detare të nevojshme për të konsideruar një rrethshakullim global i plot. Në njëjtë të arritjeve të saj, Watson e emërua australianja e re e vitit 2011 dhe një vit më pas, ju dha medalja e urdhrit të Australisë.